Përshëndetje, miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Teatarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Teatarot 2025. Dhe tani, do të bëjmë një pyetje. Çfarë duhet të dish për personin tuaj të zemrës? Pra, çfarë duhet të dish ti në këtë moment? Fokusoje energji në këtë video dhe do të shikojmë se çfarë duhet të dish ti në këtë moment për personin tuaj të zemrës. Personi i zemrës tuaj të mendon në çdo moment. Ti për të je mrekullia. Jeni në distancë. Ka emocione shumë pozitive për ty. Ti je për të gjithçka. Je dashuria, je bukuria, je qetësia e tij shpirtërore. Je bota e tij, ku ai gjen atë pjesën e që i mungon në jetën e tij. Është një person shumë pozitiv, si ky perandor, dhe do gjithmonë të të ndihmojë. Është një person i drejtë, një person shumë i prerë, dhe ty gjithmonë të mendon në ëndrat e tij, gjithmonë je prezent, edhe pse jeni në distancë. Është larg, ka në çdo çakër moneda, pra bollok shpirtëror dhe sentimental dhe bollok financiar, të shikon si kjo femër e fuqishme në infinit, që ke një energji të fortë brenda vetes tënde. Sepse ky është një person që nuk ju shpreh shumë ato çka e ndjen brenda vetes tij. Por për ty, por është një person shumë i sinqert që marrëdhënien që ka me ty e ka në baza të forta të sinqeritetit. Është një person magjik. Dhe për ty ky mendon gjërat më të mira, mendon si ta shkurtoj këtë distancë gjithmonë, të sjell gjithmonë lajme të mira, këtë kup të bushur plot. Në duart e tua, shumë shpejt do të vi ky lajm që do të lumturoj. Katra e shkopive më tregon që ky person për ty të mendon gjërat më të mrekullueshme që ka në këtë univers pafund. Ju të dy bashkë jeni shumë falenderues dhe mirënjohës universit për këtë qetësi, këtë harmoni, këtë mrekulli në lidhjen tuaj. Me kë rezonon kjo energji? Me kë shenjë të horoskopit? Me Bigjëreshën, me Peshqit, me Binjakët, me Shigjetarin, Peshoren, Dashin dhe me Bricjapit. Kurse me Gërmat mund të rezonojë me gërmën ë, gërmën a, gërmën q, gërmën t, n, sh, d, g, e, v, h, y dhe gërmën z. Faleminderit shumë, miqtë mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Teatarot.